u dha lajmi se u takuan kryeministri Mickovski me opozitën maqedonase Filipçen dhe Komisioni Antikorrupsion ndërpreu me një arretimet për Filipçen. Pastaj u dha lajmi se u takuan Taravari dhe Ahmeti te Sultan Fest Bajram Begu, por takim rasti. Me rëndësi çka është, ta dini, është se sot është i 5, nesër është e dielli i 6, honun i 7 dhe Taravari ende është në qeveri, ashtu siç kum thonë se do të jetë qeveri. Me 1 prill është dita e rrenave, kurse me 2 prill Nastradini del prej qeveria. Dhe çka është shumë e rëndësishme ju me kuptu se është mashtrim, nuk varet prej Taravarit dhe nuk varet fare prej djemve të Ali Ahmetit. Ali Ahmetit i kanë thonë bob, këto nuk e kanë tërmend të dalë prej qeverisë. Por është mirë situata në Maqedoni, super mirë është për musliman, po për shqiptarët ne jemi pak Maqedoni. Por neve nuk luajnë rol shumë çka bojnë musliman dhe përfaqësuesit e partive muslimane në Maqedoni. Kjo është e vërteta, ne jemi shumë pak, po ka ardhur koha këto Tiranës dhe Prishtinës të rinë larg, nëse nuk janë gjendje me mbrojt pakicën shqiptare në Maqedoni, të mos vinë këto dhe të manipulojnë. Po flas për politikanët zyrtar, dhe jo për shqiptarët që vinë e vizitojnë imamin e shqiptarëve në midis Shkupit.